Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. E sot do të dëgjojmë një rrëfim goxha interesant, mbushur me emocione, i cili do të na rikthej në kohën e luftës, mirë po do diskutojmë edhe pas luftës çfarë ka ndodhur. Pra e kam nderin ta kem sot në studio zonjën Lumnia Haxhiaj. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit që keni gjetë kohë krahas të angazhimeve tuaja për më marrë këtu sot në studio dhe me treguni diçka cila me vërtet dohet me jap fokus të veçantë. Për të të vënd çdo herë jemi të, do thot gjejmë kohën edhe jemi të hapur të vim tek ju. Unë do filloj edhe para luftës, para se mu kyç në radhët e UÇK-s, do filloj ashtu të tregoj pak nga fëmiria ime hershme, disa sekuenca të shkurta. Patjetër. Kështu që jemi këtu për komplet çdo gjë rreth meje, të bisedojmë që të jetë një rrëfim, një storje për gjeneratat e reja, për femrat e reja që sapo kanë filluar rrugtimin e tyre me hapa drejt ardhmërisë tyre profesionale. Dhe sa do pak kam u frymzu. Urojmë që tjetë mesazhi im frymëzues për gjitha ato gra femra që kanë filluar rrugtimin e tyre në të ardhmen e tyre. Atëherë të startojmë nga fëmijëria. Unë jam fëmija i parë në familjen time, ku mamaja nuk ishte disa vite dhe gjyshi im nuk ishte vajza, dhe mirë prit një fëmijë, por aq ma shumë një vajzë. Do të thotë linda une, edhe një gëzim ashtu shumë i madh për gjithë familjen time, sepse gjyshi tim i lindi një vajzë më në fund në shtëpi dhe ai ma ka vë emrin, do thot Lumnia, që lum kam bërë nga gëzimi. Kështu filloi jeta si krejt fëmijët, kam pas një fëmijëri shumë të mirë, si krejt fëmijët e mëdhej, ashtu si kanë disa privilegje në familjet tona shqiptare. Dhe fillova aty në Bonje të Pesë, në shkollën fillore Trepça, fillova shkollën, ashtu isha e dalluar në mësime dhe në klasën e dytë kisha një rast në të Shëndetit ku ashtu nga një ditë e premte, pas dite filloi një dhimbje dhe qëndrova në spital për 21 ditë në spitalin e Pejës dhe filloi dhimbje do thot nga syt. Dhe pasi u lirova nga spitali disa ditë ku mjeku i thot babit tim, vajza në njërin sy do ta humb të pamërit, nuk do sheh më, do sheh po shumë pak, dhe babit tim, siç më tregon atko, është rënu komplet bota e tij para këmbëve dhe thot nuk e di ku do gjeja një dritë të vogël në një tunel të mendoj si do jetë jeta, si doja dalë, çka do bëj. Edhe ishte kohë lufte, atëherë ishim në okupim. Dhe pastaj ashtu une u shërova pak, diku në klasën e 7 ka fillu gjendja ime të keqësohet, por me përkrahjen e familjes time, unë nuk jam dalë, gjithkun kam qenë dallume në mësime, ashtu edhe isha pjesë e grupit recital të shkollës time, grupit të korit, çdo event unë ku do dallohesha, ku do isha e para, ku do krejt me përkrahjen e familjes time, edhe pastaj kështu erdhi koha për shkollën e mesme. Dhe dihet shkolla e mesme në atë kohë ne mësonim në shtëpia private, të frikësuar nga policia serbe, shpesh dilnim aty shkollën e mesme në Vrellë, kam përfundu të komunës e Istogët në fshat, shpesh është dashur të dilnim dikun përmbi në Kodra, që kur vinin patrolla e policisë serbe aty në përfshat, që mos të rrezikoheshim ne nxënësit fëmijët, po edhe mësimdhënësit tonë. Pasi përfundova shkollën e mesme në gjimnazin Haxhi Zeka, erdhi koha këtu të regjistrohem në Prishtinë në fakultet dhe unë u pranova në 2 drejtime, në juridik dhe në ekonomik. Pasi babi më vinte nga fusha e tregtisë dhe kontabilitetit, thoja ta vazhdoj rrugtimin e babit, të mirën me ekonomik, por në momentin kur kam dashur të vi të regjistroj vitin atë kohë në Prishtinë, në mbrëmje vendosa që të vi në vazhdoj juridikun. Edhe ishin aty 2 vite, sepse erdhi lufta.
kur erdhi lufta, kishim probleme, do thot, të udhëtimit, ku një periudhë nuk kam shku në shtëpim 3 muaj, sepse ishtin rrugë dhe blokume, ishte post-bloku në Komorant, gjdo kun kishte post-bloqe, luftohej kudo, anë kënd, vdiqen jasharët, filluan luftimet në pjesën e Dugagjinit, 24 mas tek familja Haradinaj në Glogjan, edhe kështu që une shkova u riktheva në familjen time dhe pauzova një kohë studimet, dhe me vdekjen e dëshmores heroinës së kombit Marvete Maksutaj, unë aty me një fjallë rasti edhe para kufo më saj u betova që do i kyqem radhave të UÇK-s. Dhe pastaj fillun ato formimet e shtabeve lokale. Para se me formun si studente këtu me disa shok të mit, une isha bëra pjesë e LKÇK-s, Lëvizjes për Çlirim Kombëtar, dhe shpërndoja çlirimi ka qenë atko si revist ku informohej populli rreth organizimeve, rreth luftës. Do thot, ajo ka qenë një punë shumë me rrezik, se po të zëshe me çlirimin, atër do burgosësh edhe nuk do dihej fati njeriut ku do të shpije. Kështu që po pak me njohja gjuhët angleze, gjuhën serbokrate dhe kështu ka pak e kamufloja situatën edhe përvidhesha edhe ja dilja disi me shokt e mi të krym ato, do të shpërndojmë çlirimin. Pastaj u kyqa në radhat e UÇK-s, filloi zona e lirë në pjesën tonë, u formu brigada 133 Adrian Krasniqi dhe kështu komplet populata fillun të u bombardue kazerma e ushtrisë serbe në Pej dhe filloi të vinë në pjesë të ndryshme dhe u rreziku dhe u detyru pas bombardimeve në të 24 marsit të NATO-s, u detyruan të gjithë populata në mënyrë të dhunshme të i lëshojnë shtëpit, gjithashtu edhe familja ime bashkë me mua dhe gjithë fëmijët tonë. Ishte zonë e lirë deri me 13 prill, kur u thyen pikat në të brigadës tonë dhe kështu që luftimet edhe ne si ushtri dihet, kemi përfunduar aty ushtrimet edhe kemi marrë pjesë, kështu që dihet lufta me shumë mund, shumë sakrificë, shumë humbje të shokëve dhe të shoqeve tona, të plagosun, populata e dëbume, pastaj populata edhe në zonat lira kur thyn pikat janë detyruar të dalin në pjesë, dikush Shqipëri, dikush në Zhaj, aty në atë pjesën tonë, kështu që kjo është pjesa e luftës. Se more guxime? Pjesa që më ka godit mësë shumëti është dekja dëshmores Njom Zalipaj, që edhe sot kur flas emocionohem, sepse ajo ka qenë një vajzë e re në periudhën më të mirë të jetës së saj, ka vdekë në moshën mes 14 dhe 15 vjeçare. Kështu që çdo herë ajo, kur e kujtoj një vajzë e njom që ka pas jetën përpara, ardhmërinë përpara, ja e dha jetën për lirinë e Kosovës. Ta rikthen atë emocion? Po, i rikthen, do thot çdo herë, dhe unë e them dhe shumë njerëz që jemi të luftës e themi, vetëm shokët e luftës, bashkëluftëtarët, e din sa ti ndin bashkëndin, ose sa keni lidhje shpirtërore me një njeri, me një shok të luftës, apo shoqet luftës. Ndoshta pikërisht ata persona ju njohin më së miri, sepse keni qenë një situatë jashtëzakonshme dhe bashkëpunimi pikërisht dhe shoqëria ka qenë diçka e shenjtë atko. Patjetër do të thotë ajo lidhja shpirtërore që e ceka më herët vetëm është diçka e pa përshkruar, diçka që nuk ka fjalë që spjegohet, vetëm ne e dim sepse me një shok apo me një shoqe bashkëluftëtare në kohë lufte, do të thotë je në minutat kur nuk dihet sekondat, qintat e sekondës mund të dikush aty të humb jetën apo të plagoset, edhe do thot është diçka që çdo sekond pritej mos do ketë humbje, sepse ne çdo ushtar i UÇK-s kur ka hyrë në luftë, ka hyrë për të vdekë. Por tjetër është ajo që do thot me Zoti nuk e ka vendosur që do thot aty të përfundoj jeta secilit nga nesh,
por çdo sekond, sepse ne kemi qenë gatshëm të vdesim, por ne më shumë e ke pas frigën për shokun, për shoqen e luftës, mos po vdes, mos pe humb dikën që e ke afër, se sa nuk ke mendu në atë kohë për veten, ke mendu për të tjerët. Dhe çdo humbje, çdo dëshmori, çdo heroj të kombit, çdo dëshmorje ka qenë forcë, fuqi që të vazhdosh përpara dhe sa ma shpejt të vije liria dhe të shlirohet vendi dhe të fitohet liria dhe të ndërtohet shteti i Kosovës. Desha të fokusohem pikërisht si e more guximin për me fillu, do me thunë, gjithë këtë rukëtim, mu përshin luft, në shtri. Këtu dhe pak e kam sepse nëna ime vije nga Prekazi, është me preardhje nga Prekazi, edhe nëna ime gjithmonë ka rrëfy ato ngjarjet e Tahir Mehes, Ahmed Ilis, edhe vdishën Jasharet, edhe humbja disa shokve, si që ishte shoku në grupit në juridik, e kom pas dëshmori kombit Mentor Dervishaj, pastaj Nasër Krasniqi, komandant Leka, dhe shumë tjerë, shumë si që ceka edhe dëshmoria kombit Mërvete Maksutaj. Kjo ishte frymëzimi im, sepse humbja e njerëzve që i ke pas ofër, ke ndo studimet, ke ndo mitësin, ke ndo shumë gjëra, kur është humbë, do të thotë, kjo ka qenë motivi që nuk e ke mendu që ka ndodhë, ku do shpije, por do t'jesh i gatshëm të luftosh, edhe ti t'i bashkangjitesh me një qikës kontribut aq sa mund bësh për lirinë e vendit, sepse unë e them, ne kemi, do të thotë, të gjithë ushtarët kanë qenë të rrezikuar dhe kanë qenë përballë armikut në frontën e betejë, por të gjithë populli ka sakrifiku, sepse këtu ka pas masakra, dhunime të femrave shqiptare, djegje, dëbime, gjithë kjo është komplet sakrificë e popullit të Kosovës për lirinë e vendit. Si ndihesh kur i rikthen dhe i kujton pikërisht ta persona që i ke pas goxha të afërt në atë kohë? Po normal që të rikthejnë, do thot kujtime dhe nostalgji, do shta i kujton kohët, e kujton një moment kur ne ishim në Rjesht, duke shku të vendi ku i bënim ushtrimet, edhe dëshmori, e prori im, dëshmori kombit dhe një om Zalipaj, bashkë bisedonin kështu në reshtë dhe e këndonin këngën e famshme do thot në Rjesht si të gjithë ushtarët, edhe ishim duke shku të vendi, kur po bashkë bisedonin ata dy dhe po i thot, puq me nëhen Dervishaj, ishte vllai mentor Dervishaj, ma jap kallashin, se unë jam e bindur që do jap jetën për liri, dhe ajër ja rikthen, po një umza, edhe unë jam i bindun që do jap jetën për liri, kështu që urdhëro merre, mboje deri tek vendi ushtrimeve. Do më thonë, të dy e kanë parandje, kjo sekuencë më kanë betë në kujtime që deri sa të kem jetë edhe të vdes nuk do të harroj. Do thot, e kanë parandje që do vdesin dhe do jenë dhe sot janë të dy dëshmorë të kombit. E shumë gjëra tjera, shumë Mentor Dervishaj ka qenë njëri ndër studentët më të mirë, një student i 10 në fakultetin juridik. Nuk më ka morë mendja që doj bashkangjitet, po duke nga bisedat e ti, sa ishim kolegë në studime, për kontributin edhe më të hershëm familjar, do të thëtë nuk jam çuditur kur kam dëgju që është bashkangjitur arallave të UÇK-s. Kështu që kur janë akademit për kujtimore, ose kur del një këngë, ose botohet një libër, dhe kur të bie në duar, ose e dëgjon, unë shpesh ndodh kur i kam për vjetoret, ose kur janë dita e çlirimit, ose diçka që lidhet me ndonjë datë, shpesh dëgjoj këngë edhe në shtëpinë time, çoj normal mërzitem për gjitha ata, kështu që deri sa t'jem gjallë, do t'jetojmë me dhimbjen për ta, me krenarin për ta, që ishim bashkë me ta edhe normal që kemi dhimbje, por edhe krenar, çdo herë. Po, pikërisht, dhe ajo periuda fakultetit, pra në okupim, pa ajo ka qenë një shtytje, pra keni pas forcë dhe si gjenerat, keni qenë trima dhe trimneshat, cilët pra, gjithë keni kontribu, nuk e keni pa në rregull vetëm djemë do të me kontribu. Edhe në atë shpitona ka kontribu,
gjithë familjet. Po, unë e ceka që liria që erdhi dhe lufta që ishte në Kosovë është sakrificë dhe kontribut i komplet popullit të Kosovës. Por studentat në atë kohë që kanë studiu, do të thotë nga kur ka fillu në kohë të okupimit deri në ditën e çlirimit, edhe ata kanë, sepse prap në përshtëpi, disa objekte private, si për shembull në juridiku ne kishim në Velani, aty afër shtëpisë presidentit legjendar Dr. Ibrahim Rugovës, pak më poshtë ishte objekti ku mësonim, edhe do thot të gjithë sakrifikonin në atë kohë ku zhvilloi lufta në Drenic, në Dugagjin, në Raovec, në çdo pjesë, studentat filluan edhe protesta, që ishin protestat e famshme të 1 tetorit të vitit 1997, dhe të gjithë studentat kanë dalë pa marrë parasysh dhe kanë qenë të ndjekur, filluan gaz lëtsjelës, filluan të rrohin, do thëtë kanë sakrifiku shumë edhe studentat, pastaj ka qenë ajo koha kur s'kan mund të udhtojnë, mungesë edhe të mjetëve financiare, kanë banu në banesa ku kanë qenë të rrezikuar edhe njerëzit në Prishtinë që kanë bajt studenta, do thëtë ky ka qenë një kontribut zinxhiror, të gjithë kanë ndihmu dhe të gjithë kanë sakrifiku për shtetin që e kemi sot dhe për lirinë të cilën e gëzojmë ne. A mendon se po ja dim vlerën sot lirisë që kemi sot? Besoj që thellë në shpirt edhe se cili njeri ja di vlerën ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kontributit të çdo personi në atë kohë, po këtu mos ta harroj edhe diasporën, sepse diaspora janë, unë e them, diaspora janë promotori çdo ngjarje që ka ndodhur në procese, në etapat e ndryshme për lirinë e Kosovës, sepse ata kanë kontribu shumë. Djemë me vajza kanë ardhur nga diaspora, janë kyç rallave të UÇK-s ku kanë lënë të ratë luks, ta them kështu troqe dhe kanë humbjen e dokumentacionit dhe sot jetojnë ndoshta jo në gjendje shumë të mirë, se kanë mbet këtu, kanë dëshiruar që të jetojnë në vendin e tyre, ose disa edhe janë kthy, kanë vazhdu, po ka ardhur, ka dhënë kontributin e vet dhe prapë është kthy në vendin ku edhe kështu që pos diasporës të them, unë çdo herë them, sakrificë edhe kontribut ka jap komplet populli i Kosovës, që i falenderojmë edhe Shqipërinë, Maqedoninë, pjesën e Malit Zi, Tuzin, aty Rozhajën që i kanë ndihmu, sepse kur është dëbu popullata, do thot ata kanë bojt familjet, aty edhe i kanë strehu, kanë ndihmu. Shqipëri dihet që djemë tonë kanë rrugtu ku edhe shpesh kanë rënë në prita dhe kanë humbë jetën e tyre duke shku edhe marrë armatim në një rrugë të vështirë, plot sfida, në një kohë shumë të vështirë, të kushteve atmosferike, në dimër, në bore, në shi. Do të thotë, krejt kjo rrumbullaksim është që nuk duhet ta harron asnjë njeri, duhet ta di vlerën çdo njeri. Por disa sot nuk e di, njerëzit kanë fillu disa, ma shumë du ta din gjeneratat e reja. Unë e them çdo herë, du t'i informojmë gjeneratat e reja, gjeneratat që janë në diasporë të reja, t'ju tregojmë, të shkruhet më shumë histori, të bisedojnë prindrit me gjeneratat e reja, t'u spjegohet drejt për drejt, t'i informohen drejt për drejt, sepse sakrifica e popullit, gjaku i derdhur e ka sjell lirinë në të cilën sot, siç po them, e gëzojmë ne. Besoj që vlerësohet normal. Çdo njeriu që i rre zemra shqip edhe e di vlerën, sepse pa kontributin e atyre djemve dhe vajzave dhe pa ndihmën e ndërkombëtarëve NATO-s nuk do vije liria. Çfarë ndjenje ka qenë vajzë e re në radhën e UÇK-s? Ndjenja në atë kohë, si e re, ishte disi ashtu e pa imagjinueshme, nuk mendoja asgjë, ishte një egzaltim, një si ta quaj, diçka frymëzim, një ashtu dhe krenari duke që e ke marrë një rrugtim edhe doja dalesh deri në fund, edhe për vdekjen nuk ke mendu, as pak nuk të ka shku mendja në asnjë moment, më falni, se jam pak me ftohje, dhe kështu që nuk ka shku mendja, por tash
tash unë e them në këto momente pas 26 vite liri, e them që pjesa e luftës mund të kesh grada shkencore, mund të kesh çdo gjë, por është periudha më shejt e jetës për mua dhe për gjithë ata njerëz që ishin pjesë e luftës. A ke momente kur ndoshta të kujtohet një situatë dhe e bën me mend, ndoshta atëherë nuk e kam menduar që kam qenë atë rrezik aq të madh, dhe tash që shak kujton më vonë, e thua është vetëm fati që tash jam këtu. Po shiko, se unë para se më kyç, e ceka kam zhvillu kështu dhe disa kontribute tjera, por me një rast kujtuhet kur u varros dëshmori Daud Zagroxha Kelmendi, që është aty i vetmi dëshmor në banjë të Pejes ku jetoj une, edhe tash u rivarros, por ajo rivarros, do të u varros sepse kemi qenë të rrëthum, diku 20 metra ka qenë stacioni policisë serbe, pushtuzve serb, edhe kështu që aty kemi qenë të rrëthum, ajo është varros në rrëthona të jashtëzakonshme, por nuk i kanë dalë asgjë popullatën të asaj treve që ta varrosin me nderime dhe ta ndërojnë dëshmorin e kombit. Sepse ajo është kthy pas 8 vite, ka qenë në gurbet, nëna vet nuk e ka parë 8 vite, ka ardhur në luftë dhe ka vdek. Ka qenë një rast shumë i ndihshëm. Kështu që të gjithë nuk kemi mendu, dhe unë dola aty mora guximin në emën të UÇK-s, e mojta një fjalimja, edhe kam qenë flitej që do vinë, ku të më gjenë, do më arrestojnë, por unë mendim ndoshta edhe të Zotit qëndrova në shtëpinë time, edhe ashtu ndoshta më kërkonin rrethit, po nuk dishin edhe kush isha, ndoshta nuk më kanë pas në ndonjë adresë caktuar, apo edhe pak si u humba gjurmë, edhe e di që në atë moment e di do vinin edhe do merrnin edhe nuk ku e di ku do përfundon të fati im, pastaj edhe shumë raste në luftë brenda, do thot në momente të caktuara, i qenë çdo sekond i rrezikum nga çdo plumb, do thot veç sekundi nga do vije plumbi edhe o do plagosësh o do vdesësh. Tash kur e kujton tamam se si ka qenë ato situata në luftë, plumbat i përmende, ndoshta të mungon ajo adrenalina, ajo ndjenja që dëshira për lirinë, vullnetit cilin e kemi pas. Në kohën deri në lirim, çdo njeri që nga fëmia i vogël e ka ndrru lirinë. Do të thotë ëndër e kemi pas lirinë. Keni qenë të unifikuar, pra drejt diçka gjë. Kanë qenë të gjithë të unifikuar, kanë qenë të gjithë të bashkuar, dhe një ëndër e vetme për komplet popullin shqiptar të Kosovës ka qenë liria. Të liriohemi nga barbaria serbe, nga pushtuesi serb, të jetojmë të lirë, të kemi shtetin ton, edhe të jetojmë në një shtet të pavarur, një shtet sovran. Do të thotë në atë kohë nuk kemi dëshiru si tash gjeneratat e reja pas luftës që kanë ndoshta ambicje të karrierës, në ambicje të ndryshme, në atë kohë gjeneratat tona nuk kemi pas ambicje të ndrojmë në profesion, ne kemi studiu, por si të hysh në një tunel plot errësirë dhe atje në fund të tunelit një dritë e kemi pa vetëm lirinë, kemi qenë të etur për lirinë, si çdo popull në botë që ka qenë i pushtuar, e ndrën lirinë. Si thash, nga fëmia deri te plaku shumë vjeçar, ndoshta që ka qenë 100 apo diçka vjeçar, të gjithë e kanë ndrru lirinë dhe të gjithë kanë jetu dhe kanë punu dhe kanë kontribu që të vije liria. Momentet pas luftës, liria, si ishte situata realisht, kështu, konkretisht, ndoshta ato detajet që i keni përjetu edhe ju vetë? Po, do thotë si dihet me 19 qershor, ka hy Kombësëria shtliru vendi, shlirimi vendit, edhe do thotë popullata kanë qenë të dëbuar në vendet të ndryshme, dhe të disa njerëz këtu kanë qenë, do thotë, në vende ku kanë mujt të qëndrojnë, të shpëtojnë
Po, se ndoshta ka pas raste ku edhe shtëpit janë djegur. Po, shtëpit janë djegur, do thot njëra ndërtosht edhe shtëpia ime, kontributi gjyshit, gjyshes, babit, mamit tim, që kanë bë një votër që kanë ndërtu për neve fëmijëve, edhe ajo është djeg, edhe kështu që shtëpit janë djeg, janë rënu, kanë pësu edhe ekonomikisht njerëzit, por do thot kur ka hy forcat e NATO-s, popullat në ato dit nuk ka pas shumë, po me njëherë ka fillu popullat atë vijet gëzum, po kur kanë ardhë, kanë gjetë shtëpit shkrum behi, nuk kanë ditë kanë t'ja bojnë, por ashtu të djegur edhe të rënuar, kanë fillu t'i kapen jetës, janë gëzu njerëzit që e shojmë edhe në shumë videogjirime, kanë pas një gëzim ku kanë, do thot, nuk kanë pas kontrol në djenja nga gëzimi, të gëzuar që erdhi liria, që u liru vendi, edhe kështu jeta ka fillu. Unë me njëherë shtabi u vendos ju që kësë të brigadës tonë 133 në vrel të istogut, aty mu në qender, kam fillu në zyre me ato punët administrative, dhe në atë kohë bëhe rivarrimi i dëshmorëve të brigadës tonë, dhe une në emën të brigadës tonë baja ashtu fjalime dhe ishte një rrugtim ku i kishim 3 rivarrime dhe në vetur sa mbaroja shkrimin për një dëshmor, pastaj aty për aty shkruja kështu që kjo ishte periudha në zyre me administrat, dhe në një moment kur u themelu Aleanca për Armërinë e Kosovës, mëftuan t'i kyqem në staf dhe pastaj të vazhdoj fakultetin juridik ato që më kishin mbet, pjesë e studime dhe fillova të punoj në zyret e Aleancës, në fillim në zyren për informim brendshëm, pastaj për disa muj kalova tek Aleanca e gruas, që shere filluava punën me grua, dhe kështu që punë administrative, në atë kohën teren, adrenalin, por në 2003 i thash vetës, është një punë në teren, një punë e lëshme, shia që po ndikon shumë keq në mbarimin e studimeve mia, dhe fillova t'i përfundoj studime në juridik, dhe pastaj kam fillu punët në aspektin profesional në do të thotë që lidhej me fakultetin juridik në fushën e judikaturës, kam punuar për disa vite një kohë në odën e avokatëve në një projekt, pastaj tek mjekësia ligjore përkatësisht tek zyra për personat zhdukur. E prap edhe këtu një punë e ndihshme me personat e zhdukur, me familjarët e tyre, do thot edhe këtu jam sprovu sepse kur vishin ose kur detyrohet ti thuar që kanë dalë analizat ADN-s përputhen dhe u koordinohej me familjen t'ja dërgosh kufomen, sepse në atë kohë shumë familje të zhdukurve nuk e pranonin që kanë vdek, ende jetonin me atë shpresën që dikun është i gjallë familjari tyre. Do thot edhe aty për disa vite sfid dhe u lodha dhe stopova çdo gjë dhe fillova u angazhova me disa ekspozita në Muzeun e Kosovës. Në atë kohë më ftoi Arber Hadri, djali Ali Hadrit që është doktor i historisë, është historian tash, edhe më ftoi të kyqem kështu si nga jashtë. Dhe ashtu me hyri në qejfe dhe me dukej shumë profesion atraktiv trashëgimia kulturore, dhe me njëherë une regjistrova antropologjin, etnologjin, po antropologji kulturore, dhe përfundova studimet në antropologji kulturore, studioja, pak një mosh, pak ma shtyrë, do thot rrëth 38, rrëth 40, po prap se prap nuk jam një tip që shumë shpejt adaptohem me gjitha gjeneratat, edhe kam studiu, kam pas... Jo, si person, pra edhe nga fëmiria, gjithmonë keni qenë ashtu, e etur për dje, pra edhe shtarët kështu nga dëshira, dhe keni përfundu, pra vullneti është gjithçka. Po, do thot, tek unë, këshilla e gjyshit tim, këshilla e prindëve të mi dhe mundi prindëve të mi, ku më kanë shkollu me shumë sakrificë, sepse të kesh në atë kohë 7 fëmijë, edhe studion një fëmijë, sepse tash janë disa ndihma për studenta, në atë kohë ka qenë çdo gjë nga vullneti, çdo gjë do thot nga shpenzimet e prindit, ka sakrifiku, ka nda nga ndoshta buka e fëmijëve tjerë të më shkolloj mu.
Ajo më shtynte edhe më tepër të jap mund që të marrë dije dhe të përfundoj atë për çka jom nis ta çoj deri në fund. Edhe pas përfundova, u themelu Instituti për Trashëgimi Kulturo-Historike, unë u kyqa në fillim si koordinatore, kështu të koordinim projekte, dhe në vitin 2015 nga bordi i institutit jam zgjedhur drejtoresh e Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe deri në ditën e sodit punojmë me projekte të ndryshme në fushën e trashëgimisë kulturore. Por unë prap nuk jam dalë, jam angazhu me shoqata ndryshme për drejtat e grave, kam marrë pjesë në shumë gjëra, dhe thëtë nuk jam dalë, jam mundu t'jap një kontribut timin edhe në qoftë në diçka të vogël që ka të bëj me shumë komunitetet caktume. Pra, ju jeni goxha gjithanshme dhe diskutum që keni preket dhe pjesën e personave të shtukoj, pra, edhe ju ka rikëty pak edhe në kohë dhe nga fillimet, pra, të studimeve, diçka që me të vërtet do të me qenë goxha e fortë emocionalisht për me pas asë diskutimesh me familjarët, se e përmendëm shpresat. Po, shiko, une nuk isha, do thot, isha e kyqun, por ma shumë e kishin që ishte një departament për brenda aty institutit, ku ata shkonin në obor dhe japnin lajmin që është gjetë kufoma. Do thot, unë shumë herë nuk kam marrë pjesë në atë, por të ballafaqohesh me gjona tilla, të vije një forcë nga njëherë, forca jote, po edhe një forcë që nuk mund ta spjegosh. Do thotë, kur don diçka, normal që i del në fund. Çdo herë du t'i japësh vullnet vetës. Vetëm ajo mendja që bashkëndjesh, jo mundu gjatë tërë jetës time, edhe dikush kur më ka tregu një ngjarje, një rrëfim, një breng nga rrethi im shoqëror, kur më ka tregu diçka, jo mundu të bashkëndjej, ta vëj në lkurën time në ngjarjen e tij. Do thotë, çdo gjë me kënd kam bëj rreth vetës, s'pari e vë veten në atë pozit, pastaj jap këshill apo nëse mundem ndihmë, edhe kështu që duhet të bashkëndjesh me njerëz, duhet ta vësh veten në pozit të palës tjetër që merr zhguxim edhe t'ja dalësh. Po. Dhe kjo është diçka që ndoshta kërkon shumë forcë dhe shumë persona mendojnë se është barë shumë e madhe dhe ndoshta nuk nga egoja nuk e bojnë këto, por kjo është diçka që me të vërtet duhet bëhet nga shumë persona edhe për detshmërinë tonë, ndoshta gjithmonë me qenë në pusë të dikujt tjetër, paraprakisht para se edhe me thonë diçka për ata persona. Mirë e the, në kohët e sodit du të jemi forcë, du të mbështesim, du të jemi shembull për gjeneratat e reja. Shumë njerëz, si që them, ndoshta jo nga egoja, por nga ajo që e shohin si barë, ta ndihmosh dikë, ta përkrash dikë, dikush e merr si barë. Por jo, nuk është ashtu. Ta përkrash dikën edhe t'i ndihmosh dikuj në situata të caktume, është një kënaqësi, është një ndihesh mirë s'pari me veten dhe pastaj me atë që ndihmon. Duhet çdo herë të jemi solidar, duhet të jemi human, sepse në këtë botë vetëm ato veprat mbeten dhe në botën tjetër çdo gjë që kemi nuk bartet asgjë atje. Do thotë çdo gjë që mbetet këtu dhe gjatë jetës duhet të mundohemi të jemi të mirë, të afërt, unifikues dhe solidare, human me çdo gjë dhe me çdo kënd që na drejtohet për ndihmë, për një mbështetje, qoftë morale, qoftë tjetër, çfarë do qoftë ajo. Po. E përmenda që ju jeni goxha gjithanshme dhe aftë në shumë aspekte të jetës dhe shumë drejtime, tashmë keni edhe një risi në politikë. Po, unë pasi e ceka që ka qenë puna, pasi erdha këtu të vazhdoj studimet edhe puna ime parë një rikthim në Prishtinë, pas luftës ka qenë parti politike, në atë kohë si e re më dukej do thot një adrenalin më jepte,
edhe në atë kohë e mbaj men e bënin listën e kandidatëve, unë isha shumë e re, edhe aty dikush pi kolegëve dhe unë nuk ta them disi pak u hatrova, më ngeli hatri, u idhrova, pse unë nuk jam në listë dhe aty nga ish kolegët një personalitet shumë i njohur, po më thot, oj goce, duhet fillosh nga shkolla e parë, jo nga shkollën e 10. Dhe e kom parë që duhet të formsohesh si personalitet, të jesh edhe profesional, edhe që kur të kandidohesh me krejt bagazhin profesional dhe kombëtar që e ke, që t'jesh i aftë dhe i gatshëm të kontribosh pastaj më vonë në politikë për vendin, për qytetarët. Por unë një kohë pauzova, nuk kisha interesim për politikë, edhe pse të them drejtën kështu të rthura, zi kam përkra shumë miq edhe shoqe edhe kolegë në rrugtimin e tyre politik të cilët ishin kandidat, dhe kësaj radhe e falenderoj shumë zotin Ramush Haradinaj, kryeministrin dhe generalin, dhe zotin Ardian Gjini, Bek Berishën, deputetin e Parlamentit Kosovës dhe degën e AK-s të Istogut, që unë isha ishte ditë pushimi dhe ishin lista duke mbyll dhe më ftun. Unë të them drejtën ta shoh se nuk më ka ardhur diçka që jo e pritur, por kur shkova tek selia zyrët AK-s, i pash që aty disa ishin nga bashkëluftëtarët dhe për respektin e madh që gëzoj për zotin generalin Haradinaj, nuk munda të them jo dhe u kandidova edhe sot jam pjesë e listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në numrin 128 në listë ku prin zoti Ardian Gjini. Si duket ky rikthimi, ndoshta nga ajo situata që tregove që nuk e gjen listë, të tash që ke qenë e ftuar. Po, kjo më rikthen në kohën kur kam punu në Aleancë, edhe më rikthen si me ata njerëz cilët kemi qenë në brigadë, cilët kam qenë shok, lufte, dhe thot, bile një ditë të mbisedimit, sa ishim fushat, thash po mduket si kur dilshim në teren, ishte gjatë luftës, jo gjatë luftës, po ajo periudha pas luftës, ato obligimet e ushtrisë, ajo adrenalina, ku jemi shumë shok, po shihemi më shpesh, tash në kohë fushate, sepse unë kur i shoh njerëzit e luftës, shokët, mduket që, sepse unë i pjesë familjes e kam në Gjermani, do dhe 2 vlezër dhe njërën motër, dhe normal që dihet malli për diasporën, por të them drejtën kur i shoh ata djemë dhe ato vojza, mduket si t'i shoh një antar të familjes. Aq nina mirë shpirtnisht kur i shoh. Kështu, do të thotë është, mu kanë rikthy ato kujtimet, diçka një farë lidhje më bëhet, se po mduket jemi në atë kohë beteja, apo diçka kështu t'illë. Po, pra, krejta ato kujtimet e mira, ajo ndjenja, fikrisht, sepse është një ndjenjë mallëngjime. Po, ndjenja që t'jemi të bashku, ashtu në fushat, në teren, tërkohen, në kontakte me njerëz, në vizita njerëzve, të cilët na mirëpresin edhe do të thotë shumica dhe tyre cilët na dojnë, aftojnë vetë, që bashkë bisedojnë për ta. Kështu që... Pra po ndihesh mirë që ke pranu, dhe ke pas atë dyshime në fillim. Shiko, dyshime nuk ka qenë punat e dyshimi, por ka qenë të... ndoshta nuk kam qenë e përgaditur, nuk e kam mendu momentin. Do thot, nuk e kam mendu, ndoshta kam thonë pak më vonë, nuk është ky moment, por thash, kur i pash ata djemë dhe zoti Haradinaj, generalja, nuk ka mund të them jo, edhe sot jam krenare, sot nina shumë e plotësume shpirtnisht që jam pjesë e listës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në listën që na prin zoti Ardian Gjini, edhe kështu që me 7 qershor i ftoj të gjithë ta votojnë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës 128, unë jam në numrin 93 në listë, kështu që të votojnë, sepse zoti Gjini e ka një listë me njerëz të dëshmuar. Të gjithë janë profesionistë në fushën e vetë. Është një listë e përzgjedhur me njerëzit më të mirë. Dhe shpresoj që populli do të na votojnë me 7 qershor dhe do dalim si është mas miri. Dhe normal që
gjatë fushatës edhe programi i njerëzve të cilët të aleoncës në krye me zotin Ardian Gjini e kanë përgatit. Është një program shumë i mirë që zoti Gjini është dëshmu edhe në si kryetari komunës së Gjakovës, do thot ka punu dhe është shumë në një proces në politik shumë të gjatë, në pozitat të ndryshme dhe është një njeri që e ka dëshmu me punë edhe me profesionalizëm. Besoj që do dalim mirë në këto zgjedhje, do t'jemi një befasi në këto zgjedhje të 7 qershorit. Për në fund, do doja po ashtu një mesazh, ju si një grua që keni qenë përballë mirët luftës, që ka qenë këtu me masakra ndryshme, ka qenë diçka që me të vërtet kemi vujt, kemi pësu si shtatë, si popull, por kemi dalë fitimtar, kemi dalë krenar. Një mesazh për gjitha atu familje, me dëshmor, me martir, me të zhdukur në luftë. Spari do filloja nga gratë. Une mesazhi im për gjitha ato gra që nuk është kur vonë, do të thot ëndrat e tyre t'i realizojnë. Mos ndalen, vetëm me mund edhe me pa undal, pa u dorëzu. Shumë herë, shumë njerëz, shumë figurat më dhaja në botë janë rëdzu, po prapë ju në ngrit. Vetëm kur rëdzohesh dhe nuk dorëzohesh dhe ringritesh e arrin qëllimin për cilin ti je nisë në atë rrugtimin tënd. Vajzat e reja, mos u ndalni, edhe ëndrën që kemi, ja arritëm lirin me shumë mund, do të thotë është fitu liria, po tash në liria është jeta më ndryshe, më letë, me shumë mundësi, mos të ndalen, edhe sa ma shumë që ta përkrahin njëra tjetrën, t'jemi një shtyllë mbështetëse për njëra tjetrën. Do të thotë jo, si gjatë bisedës që e patëm, jo t'kemi ego ndaj njëra tjetrës, por t'jemi mbështetëse nga njëra, sepse vetëm së bashku, unë e them, puna me mirë që bëhet në këtë botë është puna ekipore, vetëm atëherë është suksesi. Sa i përket për familjet e dëshmorëve, familjet e invalidëve të luftës, familjet e veteranëve dhe vetë veteranët e luftës, familjet e zhdukurve, të masakruarve, gratë e dhënuara gjatë luftës. Unë e them që për këto familje dhe për këta njerëz t'i nderojmë dhe të përkulemi para tyre, sepse falë sakrificës tyre, familjeve tyre, është sot liria. Këta njerëz janë gjëja me shajtë në jetën tonë. Ne duhet t'i shohim ata si pjesë tonën, si pjesë tjetës tonë, dhe mos t'i harrojmë deri në vdekje, t'i nderojmë, të përkulemi para tyre deri në vdekje, sepse vetëm një gjë, 3 shkronja janë të shajta, ushtria çlirimtare e Kosovës, dhe mbrenda kësaj krejt do të thot janë që do të ceku familja Jashari në Prekaz, familja Haradinaj dhe shumë komandant të njohur edhe shumë familje të njohura. Do të thot, bëj një lutje, mos i harroni, nderoni, mos i etiketoni, mos shkeni mbi gjakun e tyre, por nderoni dhe respektoni në maksimum deri në frymën e fundit të jetës. Faleminderit shumë për këtë mesazh kaq të fortë, pash me emocion dhe me të vërtet nga zamra. Po ashtu edhe për pjesëmarrjen sot në studio, u rikthyem goxha vite më rrapa, por me normalisht me një emision nuk mund të diskutojmë gjitha gjërat, por duket se bë mirë që të paktën pak i diskutojmë. Faleminderit për ftesën e emisionin tuaj, është një emision shumë i mirë ku ndiva normal me emocione, duke rikujtu ngjarje në etapat e ndryshme kohore të jetës time, por ndiva shumë mirë. Faleminderit Adeja për ftesën dhe DTV-s. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 e deri në takimin e radhës. Mirupafshim.